rikthimin në tavolinën e dialogut, gjë që ka ndodhur, kanë përfshirë krijimin e një baze të religjore për zgjedhje të parakoshme në verit, komunat e veriut të vendit, gjë që ka ndodhur, dhe organizimin e atyre zgjedhjeve të parakoshme, gjë që ka ndodhur. Të tri këto kërkesa të Bashkimit Evropian, të cilat kanë qenë të përfshira edhe në të ashtu quajturën marrëveshje Bratislavës, në atë kohë me zotin Lajk, janë plotësuar nga Kosova që një kohë të gjatë, që është edhe arsyeja pse ish-përfaqësuesi i lartë evropian Borrell ka rekomanduar në verën e vitit të kaluar që masat restriktive ndaj Kosovës të hiqen në tërësi. Pra, ky ka qenë rekomandimi i vetë zotit Borrell dhe së shpejti bën një vit prej se zoti Borrell, i cili edhe ka qenë udhëheqësi i dialogut formalisht, ka konstatuar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura nga ana e ABE-s në mënyrë që të hiqen masat. Ne e kuptojmë që konsensusi brenda Bashkimit Evropian është proces kompleks dhe kjo nënkupton që secili shtet duhet të bindet dhe ne si Kosovë duhet të angazhohemi që të punojmë me secilin shtet veç e veç në mënyrë që asnjë prej tyre mos të ketë hezitim, sepse siç e përmenda më parë, janë qytetarët e Kosovës, ata të cilët e bajnë barrën e këtyre masave restriktive.